shpirti është një prej mrekullive të Zotit që gjendet në mesin tonë, në mënyrë që njeriu domethënë të kuptoj se është i dobët për të arritur shumë gjëra. Ose është i limituar në një farë mënyrë. Është i limituar. Kështu që mosdhënia një përgjigje të saktë fikse për shpirtin e bën njeriu që të kuptojë se nëse ti o njeri, domethënë për shpirtin nuk gjen dot një përgjigje fikse, atëherë mos kërko që Zotin ta shohësh apo mos kërko që jo po sikur ta kishim parë etj. Ti shpirtin nuk e percepton dot, nuk e koncepton dot. Dritën e diellit ti me sy nuk e sheh dot, domethënë, jo më tani të merresh me çështjet e Zotit apo me çështjet e botës metafizike, gjëra të cilat Zoti për urtësi. Po, bukur e tha, dritën e diellit nuk e shkë. Domethënë Zoti i ka lënë të fshehura në mënyrë që njeriu të kuptojë se janë shumë gjëra ndoshta prej krijesave ne nuk mund t'i perceptojmë dot, e jo më njeriu të mundohet të perceptojë botën metafizike apo të perceptojë Zotin e kështu me radhë. Për të ardhur tek shpirti. Faktikisht shpirti është lënda e jetës. Lënda e jetës. Ka shpirt do të thotë se ka jetë. S'ka shpirt do të thotë se nuk ka jetë. Për këtë arsye unë për shembull kam hasur në shumë përkufizime që kanë bërë psikolog, sociolog, antropolog të njohur botror, domethënë kur flasin për njeriu, thonë është një qenie e dyzuar mes trupit dhe shpirtit. Pra, koncepti i shpirtit pranohet si fakt, domethënë. Atëherë ose ne për shembull në jetën e përditshme kur themi dha shpirt, dha frym, e hoqi frymën e fundit. Pra, lënda e jetës që e mban jetën e njeriu është shpirti i tij. Dhe jo vetëm lënda, po ajo që e bën njeriu, domethënë të shenjtë është pikërisht ose që e bën njeriu të pranueshëm është shpirti. Që do të thotë, në momentin që njeriu vdes, çfarë bëjnë njerëzit? E largojnë njeriu nga shtëpia. Po si ka mundësi njeriu të largojë babën apo fëmijën nga shtëpia? Ka mbaruar funksioni i tij si jetë, si gjallësë le të themi. Kështu që shpirti është, domethënë, lënda e jetës.